Paqja në Azinë Juglindore është ndërprer. Tajlanda ka nisur sulm ajrore në kufirin e kontestuar me Kambodjan, pasi dështoi pushimi i brisht që në tetore ndërmjetësoi presidenti amerikan Donald Trump. Mijëra civil janë sërish në arrati. Ushtria tajlandeze konfirmoi se po përdor avion luftarak për, siç thanë, neutralizimin e sulmeve nga ana e Kambodjas. ฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยได้เปิดพื้นที่การปะทะเพิ่มเติมอีกในหลายพื้นที่ด้วยกันในช่วงเช้ามืดนะครับได้แก่พื้นที่ช่องอันม้านะครับห้วยตามาเลียพื้นที่ปราสาทคณาพื้นที่ปราสาทตาควายนะครับแล้วก็ปราสาทตาเมือง Bangkoku zyrtar thot se një ushtar i tyre është vrarë dhe 8 janë plagosur. Ministria e Mbrojtjes e Tajlandës njoftoi se mbi 35.000 njerëz tashmë kanë braktisur fshatrat kufitar. Nga ana tjetër e kufirit, Phnom Penh i hedh poshtë akuzat se kanë qelluar të parët. Ata raportojnë viktima civile dhe i bëjnë thirrje komunitetit ndërkombëtar të reagojnë urgjentisht. កម្ពុជាសូមថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើអមនុស្សធម៌ដ៏សាហាវឃោរឃៅពៀនលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ថៃម្ដងហើយម្ដង Tensionet kanë qenë të pranishme me muaj, megjithatë presidenti Trump në nëntor deklaroi se kishte ndalur një luftë mes dy fqinjve. Incidentet me mina toksore muajin e kaluar e tronditën anë pushimin. Të dy mbretërit ka një histori armiqësie që daton prej shekujsh, ndërsa kontesti modern buron nga mosmarrveshja mbi hartën e cila ishte vizatuar që në kohën e sundimit kolonial francez në vitin 1907. Ndërsa diplomacia është në ngërç, mijëra familje po kalojnë natën në strehimore të përkohshme.